Zoti Mustafa tha ky është një qëndrim jam e personalun, mendoj se ka qenë gabim trashanik. Na për studio prej kohës kur zoti thotë që është gjithë president, është diskutuar kjo çështje, ka bëu LDK-ja gabim, ka bëu mirë etj, kështu që nuk ka një diçka e re që na paska thonë qoftë zoti Mustafa, qoftë reagimi i Abdigjiku. Unë këtu normal e kam përshtypjen që megjithatë zoti Abdigjiku nëpërmjet kësaj mënyre të komunikimit me publikun, po përpiqet në një farë forme me hek vëmendjen prej humbjes së thellë që e ka psu. E ka aty një fjali, sarë që dhe kërë sulmu ka qenë sepse ka qenë e fort nga brenda atjera. Kjo loj fjalësh i bën, si më thonë, mundet me arsyetu, nështë vetëm mundet me arsyetu vetëm vetën, zoti Abdigjiku, si mrena se jashtë LDK-ja 13%. Do më thonë, këto duhet me kuptu që kjo është realiteti. Nuk është mo LDK-ja Ibrahim Rrugovës, edhe këto LDK-ja tashme duhet me kuptu, edhe zoti Abdigjiku, edhe kryesia, Këshilli i Përgjithshëm duhet me kuptu. Nuk është mo LDK-ja Ibrahim Rrugovës. E pava postimin zyrtarit të LDK-s, të kënë kohën në zgjedhjet e vitit 92, Ibrahim Rrugova e ka fitu 800.000 vota, ka dalë. Adin, është absurde me bukë si krahasimesh, atër ka qenë një situatë këj tjetër, rrethana tjera. Është, du më thonë, shka po do me nga të rëgu me atë shifër, me atë qasje. Që sa ma para që bin me kom në tokë, nuk folin sikur se LDK-ja ti ketë 51%, po i ka vetëm 13%, është ma mirë për LDK-n, ma mirë për udhëhecët e LDK-s. E jo me provu se i pash edhe atnat edhe zonjën Lushaku edhe zotin Mustafa Ermal, dyqysh, si ku më thonë, e fajsëshin njerë që se kanë marrë vesh LDK-n edhe programin e tëne. Falë, për nuk kanë faj njerës nëse ti e ki programin e mirë, e s'ki mujt me transmitu të njerës, ku është faj? Edhe absolutisht kryetari degës së Vushtrisë, Gjafer Tahiri, ka pas reagimet në vazhdimësi dhe o thënë që në këtë studio keni me marrë vesh me datën me njerë pas zgjedhjeve lokale. Zgjedhjet lokale u majten, raundi 2 u majt, po cili ke reagimi? U dërheq Gjaferi se nuk pat reagim LDK-ja? Absolutisht, do më thonë e patëm pralermu atër, ne patëm diskutu bile njëjtën mramje këto, se qëfar do të mund të ishte veprimi i LDK-s në raport me zotin Tahir etj, po për mu është shqetësuese për shkak se LDK-ja edhe pas këti debakli nuk është mu shman për shprehem kështu. Do më thonë nuk është ka pranon realitetin, pa pranu realitetin nuk mund është më shku për para. Që mas pari këta duhet me pranu ku janë. Edhe njëherë, nuk janë LDK-ja Ibrahim Rrugovës, nuk është ka Ibrahim Rrugovës, zoti Rrugova i bën për pak 10-20 vjetë që nuk është mon jetë. Pra nuk mund është me provu, me thonë jo se na jemi parti shumë e madhe, na kemi shtrirje shumë të madhe, rezultati po të regon sa je e madhe, rezultati të regon shtrirjen tone. Apo jo, e ki marë sa ka qenë kërë ka marë zoti Abdigjiku partin, paka shumë që ka, 12%, edhe e kam rri në 18 në zgjedhjet e shkurtit, pra paka shumë ka zbrit që aty ku ka qenë. Do më thonë, është një problem të vetja, të LDK-ja, të vetë LDK-ja, për shkak se mrena 9 mujve, 10 mujve, ti me hup, sa vota saksisht se këto statistikat, 46.000. Kanë qef 46.000 vota. 45.500. A di që ka hup këto vota, Armal? Pa qenë pushtet, pa bo kur gjohë, do më thonë, nuk ka bu në gabim kuptimin e qeverisjes, nuk ka bu në gabim kuptimin e marrjes vendimeve që kanë mujt me ndiku të njerëzit. Po vetëm se i merë, nuk do më thonë që dush me qenë pushtet për me u vota, edhe mënyra që është bënë opozitin. Pajtona, thjesht tu në ejt, i kanë hup 46.000 vota. 45.500. 45.500, së është më rëndësi, 10.000, 20.000, 30.000. Qe këshyre? Ja. Su që është për një me... Jo, du të rova mi kërku falje, jo unë a Lushakut kure posh, jo si kisha pas gabim. I kanë pas 171.000 dishka, dhe në ra 126.000 dishka. Kështu që është një humbje e thellë që mas pari lyp reflektim prej këtu në njerëzve të LDK-s të fillu prej zotit Abdigjiku, e mas të e mundu me folë për gjana tjera.